Avokata, ke frikë se mund të ndodhë diçka ty me këto. Po të guxoj kush ta. Po si ke dalë, le të guxoj kush. Le të guxoj. Se të menosh një njeri me shkop që rrotullosh shkopin mes fëmijëve dhe. Le të guxoj. Mos po rruj për bipit e Dhanjaun me gjithë agjentë e Izraelit në Tiranë, po rruga mu për rrëmbëthjet e Shqipërisë. Aman zot. Vazhdo pyetjet. Qeveria bën plane kundër nesh. A kemi prova tjera përveç tyre avokat, gjëra tjera? Kemi sa duash. Kemi. Nuk e di sa minuta ketin diskuton që ti ndërmorësh. Kemi 20 minuta. Po ti 20 minuta. Ti fal. Atëre pika parë. Situata jon kush është në këtë moment? Protesta në ditën e 80 ka arritur një sukses jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Në të gjithë botën, Rama po izolohet çdo ditë më shumë. Ne jemi acidi që po e tresim. Në Shqipëri Rama si ka humbur çdo lloj kredibiliteti brenda sistemit politik. I është shkatëruar gjithë sistemi patronazhimit. Kërkon të ndërtojë një parti tash, Fuksash, të kam shpjeguar në mësën e kaluar. E cila ka ngel vetëm fuksat e vërtet, ata të kohës komunizmit. 70 vjeç, 60 vjeç. I është vrarë gjithë mekanizmi strukturor i organizimit Partisë Socialiste me moshat e reja, me burrat dhe gratë e moshës 30-40 vjeç, sepse kanë turp me pa popullit se çfarë mender punë kanë. Fukslik i çdo shtëpie, i çdo lagje, i çdo familje për çdo problem që kanë. Sepse kjo është struktura e re e Partisë Socialiste që prezantoi Rama, që do bëjmë patronazhim social, do marrin veç hallesh, kanë shtëpi gjatë gjithë vitit. Me kë kanë borxhe, ku kanë këtë, kë do fejohet, ku habu, ku s'ka pagu qiran, ku ka këtë gjë, ku ka atë hallën. Do t'i kontrollojmë çdo gjë, ka thënë Rama. Problemi është që i kanë ngel vetëm fuksat e vërtet, ata të kohës komunizmit. Po ti shihni grup moshë e Partisë Socialiste sot janë 60 vjeç. Pra tashmë është parti pensionistësh. Në administratën publike, në çdo korridor të administratës publike ka vetëm një fjalë. Kur do ikë Rama? Sepse e din që do ikë. Shkonin kafen e Skraparit. Ju dini që Skrapari. Ju dini që kafe e Skraparit. 60 burrat. Del televizor, skena ke 24. Edhe ata të gjithë. Iku i gjatë. Kur ta thënë Skrapar, këtë iku marrë. Kur të grisin 500 karta antarësie në Poliçan, iku loja. Kjo po ndodh gjithë Shqipërinë. Rama ka marrë detyra kaq armiqësore ndaj popullit ton, kombit ton, për llogaritë të kolonizimit të Shqipërisë dhe për përzënjes shqiptarëve nga çufët. Sa Rama nuk ndalon dot më, dhe tashmë i hapur fare, po ballafaqohet si armiku i çdo socialisti. Partia Socialiste sot është në krizën më të madhe të brendshme. Në administratën publike është një super krizë e brendshme. Si kanë hapur vende pune, Blendi Goxhe. Ja bravo. Si ka mundsi vetëm Goxhe, Balla, Mazniku. Dhe Mazniku. Asnjë tjetër nuk reagon. Jo, këta të tre po mundohen të menaxhojnë një mekanizëm të kontrollit të Partisë Socialiste. Dhe këta kanë angazhuar pensionistët sepse kanë arritur përfundim që s'kanë më mosha të tjera. Dhe çfarë kanë hapur vende pune tash me shumë në administrat që të blejnë njerëz, më kupton logjik. Dhe fakti që Rama preferon demokrat për t'i futur në punë, të ke pasur këta demokratët e reflektuar. Pa. Tip Spahush se këto mendere. Tipi ati si ka e se harrova Sulën. Aman. Sula. Këto personazhet, socialistët si thosh e kanë marrë goditje nga brenda. Dhe tash Goxha e ka kap lojën, dhe thotë po bëj sa lek më shumë. Se këta kanë hallën që të shpëtoj partinë, dhe unë bëj sikur shpëtoj partinë dhe bëj lekë. Dhe këta tjerët e kanë kuptuar që duhet të bëj sikur po shpëtojnë partinë dhe po bëjnë lekë. Se partitë të hajnë me derë mund të po e grujkon në moment fundit do të gjithë e fuzin në. Kjo parti është vetë, është një ndërtesë në Gryeri. Është një ndërtesë në Gryeri, totale. Po shpërbëhet. Dhe kjo ndërtesë që po shpërbëhet, që është Partia Socialiste, qeveria, pushteti etj, po shpërbëhet duke avancuar agjendën me çufut. Çufut i kanë sjellë Shqipëri dhe kemi pa shumë zjarre kohët e fundit. Po, por si ka mundsi direkt pas atij takimi të dajte gjithë anëta. Po vëlla, ti pe ata në teleferik. Po. Erdhë kishte fotografia e tyre e parë, ishte ke Pallati Kulturës. Po hipshin makinë ke Pallati Kulturës. Pastaj u pan teleferik, pastaj u pan malën e Dajtit duke ecur. Pra kemi 4 foto. Pastaj menjëherë pam zjarre. Kjo ka ndodhur në vende të ndryshme. Kishin kap Greqi 35 vjeç atë çufën, duke vënë zjarr. Kan kapur në gjithë botën, në Patagoni po kapën para sa vitesh. Tani ku skenari? Ta kuptojnë njerëzit. Këta kanë urgjentisht nevoja për të evoluar në agjendën e tyre dhe lufta civile në Shqipëri më filloi ditën që do shkojë ligji për të miratuar në parlament i Shitjes Tokës Bujqësore. Pse? Ditën që ai ligj miratohet. Në atë moment lufta jon ka marrë. Është kot. Sepse të nesërmen menjëherë të gjitha zyrat notariale fuqizojnë të gjitha marrëveshjet e vjetra që janë blerë tokave të shqiptarëve. I kanë blerë, po nuk i legjitimojnë dot. Qartë.
Dhe atë ditë, po që se këta do të çojnë atë ligjin, to është tokë bujqësore, unë si Altin po ju deklaroj, kush të jetë me mua, le të vi aty, po të vi për të luftu me jetë, në një kryengritje të pastër të armatosur, po të jetë nevoja. Në aty që do vi pa armatosur. Po atë ditë nuk ka më kuptim të vazhdoj të nesërmen të luftoj për Shqipërinë, sa atë ditë Shqipëria merr fund, po e miratu në ligj. Sepse kështu funksionon legjislacioni ndërkombëtar dhe kombëtar. Po miratuaj ligj, çufut janë pronarë të Shqipërisë. Pse? Se i kanë bler, para bler tokat. Po nuk janë hyrë fuqi se s'ka ligj. Ditën që miratohet ligji ka marrë Shqipëria. Po më tokat bujqësore, nuk i hajm dot natë, nuk i përzejmë dot. Po u futën brenda, nuk i përzejmë dot. Ata kanë bler kush e di sa tokat, nuk ka turist çufë. Që vinë shohin Shqipërinë. Ka vetëm agent tregtar që vinë për të parë tokat bujqësore në Shqipëri. Dhe ata funksionojnë si kosher. Ç'është është kosheri? Kosheri si kosheri i grencave, nuk punojnë si një person. Kur vjen një çufë në një fshat, po mendon si do mbushim me çufë fshatit. Është natyra e ekzistencës tyre, jeta e tyre, mënyra strijetesës. Nuk jeton një çufë vetëm, një shqiptar, kur shefi shqiptar në Gjermani, nuk i flet me gojë vëlla. Një çufë po u vendos në një vend ka nevojë si të çufë të tjera. Është koloni. Në Itali ndaluan Salento, kishin vajtur, kishin bler fshatin, do bëshin planin që nuk do kishte më asnjë raport të këtij fshati me Italinë. Do kishin shkollat, spitale, çdo gjë të tyre, ushqimin e tyre, gjërat e tyre, eksport, importin e tyre, bankët e tyre. Italia s'kishte punë, i ndaluan, i bllokuan Itali. Dhe përdorën fjalën ta bëjmë si në Shqipëri. Sepse është ndërgjegjësuar dhe Italia dhe Greqia dhe Malta, edhe Kipro greke, prej Shqipërisë, edhe Rumania po se aty ka plane të tilla. Tani këta kanë hapur një bankë, Jet Bank. Po. Ajo është bomba atomike në Shqipëri. Ajo do zhduk Shqipërinë nga faqa dheut. Ajo është çeku bardh. Këta kur duan të blejë tokë, këta nuk kanë paratë e tyre. Ja u shpjegoj pak. Këta janë popull parazit valla që kanë ca bankierë të fuqishëm që i mban me lek. Këta janë thjesht agent tregtar. Këta shkojnë dhe kanë çekun e bardh se e marrin ke Jet Banku. Jet Banku i thotë çdo budallaj shqiptar, si lekët ke unë, si ti pastroj unë. Se si kontrollon kush. Dhe kjo puna e Jet Bankut lidhet shumë ngushtë me projektligjin e Bankës së Shtetit që ka kërkuar guvernatori që të marrë imunitet. Sepse ka bërë ca veprime kriminale që nesër aty do të përfundoj ose i varur litar, ose i vetvrar, ose në burg për jetë, me ato që ka bërë. Dhe ai kërkon imunitet tash. Pse kërkon imunitet? Sepse ai e di se çka ka bërë. Ka ndërtuar një skem goditje financiare të Shqipërisë me Jet Banku. Jet Banku ka të drejtë të blejë çdo tokë shqiptarëve me shifra llogari, të cilat një pjesë vjen nga paratë e pistat shqiptarëve, që po si budallë thonë do pastrojmë ne se banka Raiffeisen ja u pastron dot. Ase i pastrojmë neve. Kjo është bankë virtuale. Këton kjo është me kriptomonedha diku tjetër, e pa kasafor diku tjetër, po që është bankë virtuale me numra, me shifra. Kjo banka çekun e bardhë që vjen nga Rothschild dhe kompani. Kush ideja? Shkon çufuja ke banka, thotë do blej tokën filan, nuk merr kredi në bankë, si shmerr ti. Ai merr borxh. Siç i merr ashtu i kthen. Ose si ktheni, s'ka nevojë të kthej, se do bëhet kooperativa, financojë Rothschildit. Dhe këta blejnë çdo tokë shqiptarëve, nuk i mbajmë dot ne po erdhën këta. Po bë ligj tokat nuk i ndalojmë dot. Sepse këta kanë shumë para, kanë miliarda. Dhe ata do blejnë çdo gjë. Sa do i blen me zjarre, duke djegur ullishte, sa do i blen me Edi Ramën, që do ta marrë ty tokën sepse s'ke pagu taksat. 3 vjet do thotë ai, s'ke pagu taksat e tokës bujqësore, pra të prodhimit bujqësor. Po ti s'ke mbjellë që se si në Shqipëri fare. Ai të ka taksat, vjen për barusi ta merr, tranzitin kanë me 70, 50, 30% pastaj. Ta blen çufuja. Se s'desh me ashiti vet drejt për drejt, siç ta kërkoi ai. Letrat e bankës i kanë këta, po kanë letrat e tokës. Pse? Se ta kanë marrë kadastrën fiskale. Që do miratojnë Rama bashkë me ligjin e shitjes tokës tuajve. Që detyron ty ta shesë se se mban dot tokën. As pronën, as trojën, as gjë. Ju e pat që Çorriku ishte numri 1 në Shqipëri për shitje për taks pronash. Po ç'ne Çorriku? Të uskas njerëz. Ç'ne ishte bërë gjithë ky transakcion gjigant? Aq i madh financat me çmime kaq të ulta të tokave. Menon sa shumë toka janë shit që kanë arritë konkurrojnë marrë. Në totalin e buxhetit të taksave. Kam bler komplet. Kam bler gjithë. Jo se kishin bler, kishin vënë zjarre. Kishin vënë zjarre se ka ato zonat pa bleme, t'ia ulin çmimin se s'kan pranuar rob me shit. Dhe koncepti është që logjika është që Shqipëria sot ka një bankë të rrezikshme. Një bankë që është bombë atomike, që të shkatrojë gjithë sistemin financiar, në i futi e i fus këtë ditë. Dhe ty të shkatrohet gjithë aftësia e konsumatorëve për të paguar kredit në bankat e tjera. Janë to skemat e spekulacioneve, diti. Në momentin që ndodh kjo gjë, kjo banka u blen gjithë borxhin bankave.